Makina përplas karrocën me një fëmijë 1 vjeç e gjysmë në Korçë, i mitur i dërgohet në spital. Një aksident është regjistruar këtë të martë në lagje nr. 10 të qytetit Korçës, në zonën e njohur si Dritat e Verdha. Raportohet se një automjet ka përplasur një karrocë në të cilën ndodhej një fëmijë 1 vjeç e gjysmë. Sipas informacioneve paraprake, nëna po kalonte rrugën së bashku me fëmijën kur automjeti ka goditur karrocën. Menjëherë pas ngjarjes, ka qenë vetë drejtuesi i mjetit ai që ka transportuar të miturin drejt urgjencës së spitalit Korçës. Burimet nga bluzat e bardha bën me dije se fëmia ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, policia ka nisur procedurat me drejtuesin e automjetit, ndërsa pritet të zbardhen rrethanat dhe shkaqet e plota të aksidentit.